Përshëndetje të nderuar shikues, ju ftoj në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Gjatë natës së djeshme dhe ditës së sotme në territorin e qarkut Gjirokastër ka patur rreshje shiu zonale me intervale dhe intensitet ulët deri në mesatar, duke sjellë kështu edhe qetësimin e situatës. Nga njësitë vendore vazhdon puna për eliminimin e problemeve të evidentuara kryesisht në akset e bllokuara. Bashkia e Sarandës ka shpërndar batanie dhe çadra për familjet e Çukës të prekura nga përmbytjet. Ekipet bashkiake u vunë menjëherë në ndihmë të banorëve duke ofruar mbështetje për të kaluar situatën e vështirë dhe për të siguruar strehim të përkohshëm për familjet e prekura. Godina e shkollës së mesme të Bashkuar Dervician prej fillimit të kësaj jave po i nështrohet të rikonstruksionit të plot njëkohësisht në projekt të shparashikuar edhe ndërtimi palestrës për nxënësit dhe të rinjtë të fshatit. Për gjatë një jave qyteti Gjirokastrës u kthye në qendër mbarkombëtare të kompeticioneve në sportin e shahut. Të rreth 200 sportistë nga qytete të ndryshme të vendit si dhe Kosova u bën pjesë e festivalit të shahut, i cili u mbajt për herë të parë në qytetin e Gurt. Kampion u shpall ekipi i Butrintit për meshkuj, ndërsa kupa për femra shkoi në kryeqytet. Ju njohim tani më gjerësisht. Gjatë natës së djeshme dhe ditës së sotme në territorin e qarkut Gjirokastër ka patur rreshje shiu zonale me intervale dhe intensitet të ulët deri në mesatar, duke sjellë kështu edhe qetësimin e situatës. Nga njësitë vendore vazhdon puna për eliminimin e problemeve të evidentuara kryesisht në akset e bllokuara. Ulja e intensitetit të rreshjeve ka bërë që në qarkun e Gjirokastrës situata të qetësohet. Nuk bëhet fjalë për banor të evakuuar nga banesat apo banesa të dëmtuara nga rreshjet. Vetëm 20 hektar tokë bujqësore janë përmbytur me vreshtari dhe djerë. Niveli vjosës në përmet është 2.4 metër, kurse në urën e Memaliajt 3.5 metër. Informacionet nga OSHE flasin për furnizim të gjithë qarkut me energji përveç fiderit Radio Kordhoc në bashkinë e Gjirokastrës që është jashtë pune. Në bashkinë Libohov është shënuar një rëshkitje e një masivi dherash ku është bllokuar aksi rrugor Poliçan-Sheper pranë fshatit Sheper të njësisë administrative Zagori. Nga ana e bashkisë Libohov dhe Dropull edhe ditën e sotme punohet në aksin rrugor Suh-Poliçan në vendin e quajtur Shkëmbi Dallëndyshes për riparimin e trupit të rrugës. Ky aks rrugor lidh dy njësi administrative, Zagorin të bashkisë Libohov dhe Poliçanin të bashkisë Dropull. Në bashkinë Dropull ditën e sotme vijon puna për vënien në funksion të segmentit rrugor Glinë e Pravisht për të mundësuar lëvizjen e mjeteve nga banorët e fshatrave dhe lëvizjen e mjeteve nga fabrika e prodhimit të glinës. Ndërkohë që në bashkinë Tepelen ditën e djeshme u punua për sistemimin e shkarjes së një ure në fshatin Dhëmblan, njësia administrative Lopës, e cila shërben për lëvizjen e banorëve në tokat bujqësore dhe bagëtive. Problematika u eliminua pjesërisht pasi aty tani kalojnë vetëm këmbësor. Nga bashkia do të ndërhyet për një zgjidhje definitive me përmirësimin e motit pasi ujrat e përojit nuk të lejojnë. Bashkia Sarand ka shpërndar batanie dhe çadra për familjet e Çukës të prekura nga përmbytjet. Ekipet bashkiake u vunë menjëherë në ndihmë të banorëve duke ofruar mbështetje për të kaluar situatën e vështirë dhe për të siguruar strehim të përkohshëm për familjet e prekura. Bashkia e Sarandës ka ndërhyrë për të ndihmuar familjet e fshatit Çuk, të cilat u prekën nga përmbytjet e ditëve të fundit. Ekipet e bashkisë kanë shpërndar batanie dhe çadra për banorët, duke ofruar mbështetje për të kaluar situatën e vështirë dhe për të siguruar strehim të përkohshëm për familjet e dëmtuara. Dje kemi shpërndar dhe ushqime dhe çadra për të pak 23 familje, kryesisht rome në fshatin Çuk. Kështu që në vazhdimsi do të llogarisim gjitha dëmet dhe të dësh probleme të ndërhym atje ku është nevojshme. Ndërkohë që sipas informacioneve nga Bashkia Sarand, situata mbetet në monitorim në fshatin Çuk, ndërsa ka nisur puna për sistemimin e argjinaturës së lumit Bistric. Është 1.7 km argjinatur, nga cilat 150 metra rezultojnë të dëmtuara në të paktën 4 deri në 5 pika. Aktualisht ndodhemi në zonën e Bedeneshit, ku po punohet për riparimin e argjinaturës, dhe në zonën tjetër, në zonën e Çukës, situata është akoma dhe problematike, ka nisur sot puna për riparimin e saj. Parafësisht kemi rreth mbi 500 hektar tokë të përmbytur. Si thua, kemi rreth për llogaritën rreth 700 krye bakti të ngodura. Aktualisht po presim strukturat e veterinarisë, të cilat në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë së Bashkisë Sarand
do të bëjnë nxjerrjen e këtyre baktive të ngordura. Dje kanë ardhur mendimin e drejtorisë së shtetit kanë ardhur ushqim për kafshët, e cila është përndarë dhe presim aktualisht edhe një pjesë tjetër, e cila do vi brenda pak orësh për të shpërndarë më pas tek fermerët e prekur. Ditën e djeshme në këtë zonë operuan 10 efektiv të forcave të armatusura me mjete, në ndihmë të banorëve të zonës. Forcat operacionale kanë punuar për normalizimin e situatës në rrugët që lidhin disa fshatra në bashkitë Finiq, Konispol dhe Delvin, ku ka pasur prani dherash. Moti I keq me rreshje shiu në të gjithë vendin dhe rreshje dëbore në disa zona ka bërë që të rritet prezenca e shërbimeve të policisë rrugore dhe të patrullave të përgjithshme, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ardhjen në ndihmë të përdoruesve të rrugës në rast nevoje. Shërbimet e policisë po bashkëpunojnë me entet pronare të rrugëve dhe me firmat kontraktore me qëllim pastrimin e rrugëve nga bora dhe shpërndarjen e kripës. Policia rrugore apelon për drejtuesit e mjeteve që të bëjnë kujdes në lëvizje, të respektojnë sinjalistikën rrugore, të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve të policisë rrugore. Gjithashtu, të gjithë drejtuesit e mjeteve të rrisin kujdesin në të gjitha akset rrugore, të vendosin rripin e sigurimit, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit, të mos qarkullojnë me shpejtësi, të mos kryejnë parakalime dhe të mos drejtojnë në mjetin në ndikimin e alkoolit apo më keq akoma në gjendje të dehur. Në rast të nevoje për ndihmë, telefononi 112. Godina e shkollës së mesme të Bashkuar Dervician prej fillimit të kësaj jave po I nënshtrohet rikonstruksionit të plot. Njëkohësisht në projekt është parashikuar edhe ndërtimi I palestrës për nxënësit dhe të rinjtë të fshatit. Pas investimit me fondet të qeverisë shqiptare para 2 vitesh është rikonstruktuar plotësisht godina e shkollës së Bashkuar Bulerat në Dropullin e Sipër, kurse nxënësit e njësisë administrative Dropulli Poshtëm frekuentojnë shkollën e mesme të Bashkuar Dervician. Kërkesa e kahërshme e banorëve të zonës, shoqatës së prindërve, mësuesve dhe nxënësve po bëhet realitet. Prej disa ditësh, shkolla e Bashkuar Dervician I nënshtrohet një rikonstruksioni të plot. Qeveria shqiptare akordoi një fond prej 116 milion lekë të reja për rikonstruksionin e plotë të shkollës së Bashkuar Dervician, ndërsa mësimi zhvillohet në 2 godina të tjera, të cilat plotësojnë kushtet optimale. Njëkohësisht, me këtë investim do të bëhet realitet për herë të parë edhe ndërtimi I palestrës së sportit. Do filloj rikonstruksioni I shkollës, edhe godina e shkollës, do filloj edhe ndërtimi I palestrës, I cili ai do të jetë një ndërtim I ri, e cila ka munguar shkollës për gjithë kohën që shkolla ka ekzistuar, edhe për këtë ndihemi shumë entuziast, sepse patjetër që nxënësve do të kenë, domethënë, një ambient ku do të zhvillojnë jo vetëm orën e edukimit fizik, por do të krijojmë edhe klasa sportive. Sipas parashikimeve, në shtatorin e vitit të ardhshëm, viti rishkollor do t'i gjejnë nxënësit dhe mësuesit në ambientet e reja të shkollës. Biblioteka e gjimnazit Siri Shaplo ofron rreth 700 libra për nxënësit e kësaj shkolle, duke u dhënë mundësi atyre të gjejnë jo vetëm libra që plotësojnë shijet personale të lexuarit, por edhe për përgatitjen e orëve letrare. Në pasurimin e fondit të saj kanë kontribuar edhe vetë ata përmes nismave të dhurimit. Kjo është biblioteka e gjimnazit Siri Shaplo. Në drejtoresha Lindita Koçi thotë se me rehabilitimin e ambientit dhe shtimin e fondit të saj nga viti në vit është rritur edhe frekuentimi nga të rinjt. Për pasurimin e fondit të saj, një rol të madh ka luajtur edhe dhurimi librave nga vetë ata. Pasurimi me libra I kësaj biblioteke ka ardhur jo vetëm nga fushata ndërgjegjësuese që janë bërë me nxënësit, sidomos në ditën e librit, në ditën ndërkombëtare të librit, me dhurime që I kanë bërë ata, por edhe me tituj që Ministria e Arsimit nëpërmjet zyrës arsimore të qytetit na ka sjell vazhdimisht në shkollë dhe pasurimi më I fundit I kësaj biblioteke u bë para një jave me disa tituj librash që ish prefekti I Gjirokastës zoti Odise Kote na solli titujt e tij të fundit të veprave që ka botuar. Është një bibliotekë të cilën nxënësit kanë filluar ta frekuentojnë sidomos vitet e fundit, për arsye se ajo është pasuruar, por dhe nëmjet fushatës që mësuesit e gjuhës së letërsisë, mësuesja e cila kujdeset për bibliotekën ka bërë vazhdimisht me nxënësit.
Nxënësit shprehen se përveç librave të tyre të preferuar në këtë bibliotekë, gjejnë edhe libra që kërkohen në programin mësimor. Këtë vit shkollor kemi nisur ta frekuentojmë më shpesh bibliotekën e shkollës, pasi biblioteka është rregulluar dhe është pajisur me shumë libra të tjerë të ndryshëm, të cilët ne mund t'i zgjedhim. Më shumë marrim librat që kemi gjatë orës të letërsisë, pasi na nevojiten më shumë për të kryer një analizë më të duhur. Libri që unë kam marrë është Katedralja e Parisit nga Victor Hugo. Këtë libër e kemi momentalisht në lëndën e letërsisë. Unë kam zgjedhur librin e Tolstoit. Jam një lexues i ri në bibliotekën e shkollës, por kam një pasion shumë të madh pas leximit. Edhe libri që më bëri më shumë përshtypje ishte ky, vepra e parë e Tolstoit, në të cilën gjeta veten në rreshtat e tij. Vi këtu shumë shpesh pasi më pëlqen të lexoj. Më pëlqen shumë lënda e letërsisë. Kohët e fundit kam lexuar Zonjën Bovari. Është një libër shumë i bukur për mua sepse ka një histori shumë të thellë. Jam e lidhur pas leximit, më pëlqejnë zakonisht romanet, sidomos romanet e gjatë, sepse gjithmonë kanë një kuptim të thellë. Librat që kam kërkuar deri tani i kam gjetur në bibliotekën e shkollës. Sigurisht ka edhe disa libra që mungojnë, por ata më të rëndësishmi që na nevojiten sidomos dhe për vitin shkollor, gjenden të gjithë. Në raftet e kësaj biblioteke numërohen rreth 700 tituj librash. Fshati i Vrisera në Dropullin e Sipër do të ketë pas pak muajsh muzeun e tij etnografik. Përfaqësuesi i grupit nismëtar për krijimin e muzeut, Nikola Çoka, mendon se muzeu do të sjellë më shumë vizitorë në fshat. Kodina e shkollës nënvjeçare e Vrisera në Dropullin e Sipër prej 18 vitesh është në dispozicion të pushtetit vendor dhe të banorëve. Në vitin shkollor 2007-2008, ajo mbyll ka drejtues të arsimit Gjirokastër në pretendimin e mosplotësimit të numrit të nxënësve. Pas kësaj periudhe, banorët e fshatit me ndihmën edhe të drejtuesve vendor, jo vetëm që kanë mirëmbajtur godinën e shkollës, por disa klasa e kanë kthyer në muze, me mjet të mosimdhënies, objekte dhe lista emrës të nxënësve dhe mësuesve. Madje, një grup nismëtarësh po punojnë vitet e fundit për të krijuar muzeun etnografik të fshatit dhe jo vetëm. Pjesën më të madhe të punës e kemi bërë. Tani kishim në një dhomë të vogël, në një vend të vogël, dhe kishim pak gjëra. Tani kemi rregulluar një klasë që ishte përpara shkollës, edhe jemi në mbarim. Ne 250 me 300 lloje do të kemi këtu. Fillimi i muajit janar të vitit 2026 përkon edhe me përvjetorin e krijimit të fshatit Vrisera, ku organizatorët kërkojnë ta shfrytëzojnë edhe për inaugurimin e muzeut. Themi që në 11 janar të vitit që vjen të bëjmë inaugurimin edhe të mblidhen njerëzit edhe të shikojnë edhe të gëzojmë ato që kemi prodhuar, që kemi përfunduar. Shkolla nënvjeçare e Vrisera ka filluar të funksionojë në vitin 1963 dhe ka qenë qendra e dijes për 44 vjet me radhë. Përgjatë një jave, qyteti Gjirokastrës u kthye në qendër mbarkombëtare të kompeticioneve në sportin e shahut. Rreth 200 sportistë nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe Kosova, u bën pjesë e këtij festivali, i cili u mbajt për herë të parë në qytetin e Gurtë. Kampion u shpall ekipi Butrintit për meshkuj, ndërsa kupa për femra shkoi në kryeqytet. Mes 8 ekipeve pjesëmarrëse në kampionatin kombëtar të shahut që u mbajt për një javë në Gjirokastër, Butrinti arriti të marrë kupën e fituesit, duke u shpallur kampion për herë të 8. Duke fituar me ekipet pretendente, siç ishin Partizani, siç ishte Teuta dhe duke barazuar me ekipin e Tiranës. Pra, ne jemi kampion të vitit 2025. Ekipi Butrintit është për herë 8 kampion i Shqipërisë dhe një herë fitues i kupës. Pra, janë 9 kupa të çuara në Sarandë. Dje dhe sot u zhvilluan garat individuale Rapid dhe Blitz, ku në të parën u shpall kampion mbarkombëtar kosovari Blerim Saraçi, ndërsa Llambi Pasku u rendit më i miri në rang vendi. Merrem si i vogël, ndërsa jam kampion i Kosovës që 11 vite, pashtu jam mjeshtër ndërkombëtar dhe jam shumë afër titullit kryemjeshtër apo mjeshtër i madh. Që në Shqipëri ekziston vetëm një person, është Eral Dervishi, që është edhe kryetari i Federatës Shqiptare, ndërsa ne në Kosovë akoma s'kemi kryemjeshtër, ku shpresoj të arrijë dhe të shpallem si kryemjeshtri i parë në Kosovë. Arrita të shpallë kampion mbarkombëtar, ta mbroj titullin nga viti i kaluar që është mbajtur,
që janë shpallë kampion bashkëkombëtar në Rapid dhe Blitz. Sot zhvillohet disiplina në Blitz, ku shpresoj që të arrit prapë të triumfojë edhe të dalë i pari. Dua t'i falenderoj Bashkinë e Gjirokastës për një organizim mjaft mirë, edhe dua t'i përshëndes gjithë shahistët për lojë ferë dhe korrekt. Për përfaqësuesin e Federatës së Shahut, Krista Qandoni, ishte një nga kampionatët më të bukur që është zhvilluar. Për ekiponin e meshkuj pati një dominim të Sarandës, një rikthim të titulli, duke mos pësur asnjë humbje dhe duke treguar një diferencë me ekipet e tjera. Ndërsa te ekipori i femrave, figurën më të mirë e bëri ekipi Tiranës, që pati edhe 2 shahiste të huaja letoneze, dhe edhe këtu e përsia ishte e dukshme. Për gjatë një jave, qyteti Gjirokastrës u kthye në qendër mbarkombëtare të kompeticioneve në sportin e shahut. Rreth 200 sportistë nga qytete të ndryshme të vendit, si dhe Kosova, u bën pjesë e festivalit të shahut, i cili u mbajt për herë të parë në qytetin e Gurt. Aktori i njohur i humorit, zoti Vasil Vaso, u ka dhuruar banorëve të Sotirës në Dropull një libër me dorëshkrimet e babait të tij fotograf. Jorgo Vaso ka lënë një trashëgimi me 70.000 foto dhe një fletore me 170 këngë popullore. Këngë tradicionale të melodisë sotiriote. Ky është libri që aktori i humorit Vasil Vaso e botoi si dhuratë për banorët e fshatit të vendlinjës në Sotirë të Dropullit sipër. Babai i Jorgo Vaso ka rritur në vitin 1903 në Sotirë dhe ka lënë trashëgimi 70.000 foto të periudhës 1922-1985, si dhe një fletore me dorëshkrime, ku ishin përfshirë 170 këngë tradicionale. Pikërisht fletoria ta shikuar me dorëshkrime, tashmë qarkulloi si libër, duke risjellë në kujtesën e banorëve të Dropullit figurën e një personaliteti të madh, Jorgo Vaso. Unë mbaj mend si një figurë, do me thënë, se dhe nga paraqitja a ishte një tamam si figurë, po me tepër nga ana e profesionale, do me thënë, mbaj mend si njeri shumë të rregull, shumë të sakt, që interesohesh edhe kishte ndjenja artistike. Këtë e mbaj mend mirë fare kur vinte në përfshatara, në festat e fshatarave, sidomos në festat fetare në ato vite, po edhe në festat qendrore si Shen Meria këtu ose Shen Pandelmoni në Selo, në festat vendore të fshatarave, vinte për të marrë fotografi, sepse aty ishte rasti më i mirë për të marrë fotografi, edhe në dasma. Edhe në dasma në çdo dasma ai po thuaj se vinte në fshatara. Aty mbaj mend unë që nga hera mbante me vetë edhe një stole se një karkje të vogël, që atë që fizonte për të ngulur pleqt, ata që s'mund të mbazhe, që t'i nxite sa më mirë. Kishte raste bile që ai një fotografi ku nuk i dilte sakt, e përpunonte prap vinte në fshat, edhe i thoshte e mirë të përsëri fotografi që t'i nxite sa më sakt. Domethënë kaq ndjenja profesionale. Bravo Nepi, domethënë Pandos, edhe zotit Vas djalit, që veprën e tij nuk e lanë të shuhet, që e bën këtë sakrificë, domethënë mblodhen edhe rujtën të gjitha këto shkrime dhe këngë të ndryshme polifonike që ai Barbajori ka mbledhur. Barbajori me këtë tregon se ishte një njeri që ruante traditën, që e donte, e mbante, po edhe e la trashëgimi. Ai sikur e parashikonte që dikur këto do kenë një vlerë të madhe. Kjo ishte një diçka e veçantë për atë. Prandaj edhe unë vlerësoj nga ana ime, domethënë duke se me la mësimet dhe vlerësoj shumë Barbajorgun, edhe ai do ngelet për Dropun ma merr mendje simboli i traditave tona. Fotografi madh ka lënë në shirit filmi Pamje nga Dropulli, Finiki dhe Himara, Gjirokastra, Saranda dhe Tirana, Stambolli i Turqisë dhe Selaniku i Greqisë. Gjatë dekadave të fundit në fshatin e Sotirës, numërohen rreth 16 fotograf që kanë illustruar aktivitetin. Gjithashtu, janë shumë banor të Sotirës, por edhe të gjitha fshatrave të Dropullit, kryesisht të Dropullit sipër, të cilët kanë kërkuar dhe kërkojnë me ngulm që personaliteti i të ndjerit Jorgo Vaso, fotografi të shquar në gjithë minoritetin etnik grek, të nderohet dhe të respektohet nga instancat vendore. Jorgo Vaso, përveç gjuhës anëtare greke dhe gjuhës zyrtare shqip, fliste 2 gjuhë të huaja, italisht dhe turqisht. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra, ndajmë bashkë. Miru takofshi.